Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga Manza, ku zhvilloi foltoren e radhës, përsëriti se nga muaji janar opozita do të nisë protestat deri në fitore, sipas tij me kryeministrin Edi Rama nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. E pat se çfarë jehone botërore pati qendresa në Parlamentin e Deputetëve dhe protesta e datës 22. E jashtëzakonshme ishte betejë e fituar nga ne në rrafshin e drejtës. Rrafshin e drejtës. Tani duhet të betohemi ditën e caktuar të zëmë sheshin dhe të rikthehemi sheshin çdo natë gjersat për zëm atë. Berisha u shpreh se opozita është sulmuar në të gjitha mënyrat, por sipas tij, këto përpjekje kanë dështuar. Duke folur para demokratëve, ai tha se Partia Demokratike ka bërë gabime ndër vite, por theksoi se ato janë pranuar dhe korrigjuar. 12 vite opozit e shtypur nga qeveria, edhe me padrejtësi të mëdha ndërkombëtare ndaj nesh, siç dihet, ne shqiptarët prap na mbajnë në krye. Kemi bërë gabime, por ne kemi njohur gabimet. Ne kemi qëndruar toksor. Mëtej Berisha garantoi se opozita nuk do të përdorë dhunë, por do të ndjek rrugën e protestave paqësore dhe qëndresës qytetare.